Sirius Prisms. Sigurisht të ditë kanë qenë të ngarkuara sepse sigurisht është sezoni turistik, është Veripoja, janë gjithë vendet turistike, është e gjithë Shkodra, e cila duhet pastruar, duhet bërë gati për sezonin turistik. Kanë qenë pak në vonesë sepse zgjedhjet, fondet, dëvonuara, të aprovuara me vështirësi, por gjithsesi u mritën. Një nga sukseset më të mëdha është pikërisht veprimi përmbi Veripojën, përmbi ndarjen e territorit aty në bazë të kalimit të gjithë pronësisë te bashkia. Dhe kjo është një nga mrekullitë që ka ndodhur në Shkodër. Do ketë 3 lloje mënyrash organizimi, hotelet që do të kenë zonat e tyre me çadrat e tyre edhe me çmimet e tyre. Një zonë tjetër e cila po përgatitet dal nga dal, e cila do të ketë çadrat dhe ma merr mendja karrikat e bashkisë me çmim promocional dhe normalisht pastaj edhe zona të tjera ku qytetarët marrin çadrën e tyre ose mundësitë e tyre dhe të bëjnë plazh. Nuk guxon kush tash të i tejkalojë këto, dhe t'i preki këto zona, sepse jo vetëm që është gjoba e rëndë, por shumë e rëndë, por edhe do të ketë edhe masa drastike pastaj deri në arrestimin e atyre që me qëllim ose me qëllim përfitimin do ta thyejnë këtë zonë ose nuk do ta respektojnë. Normalisht do të ketë njerëz, s'pakut kjo është vënë në plan nga njësia administrative atyre nga Bashkia e Shkodrës për ta pastruar zonën, për të pastruar. Shpeshherë kërkohet edhe ndihma e komunitetit, e njerëzve të cilët shkojnë me të vërtet pa lek, por nuk do të thënë që ta mysh, që të pastrohet me lek. Kërkohet një lloj mirëmbajtje vet, por janë vendosur njerëzit që do ta pastrojnë. Janë pastruar dhe janë hequr pengesat, në përgjithësi po bëhet gati plazhi. Janë rregulluar disa mjediset të cilat ishin për faqe të zezë, edhe nga lulishtet edhe nga kanalizimet, por njëkohësisht edhe nga pisteku i jashtëzakonshëm i krijuar gjatë muajve. Dhe normalisht Veripoja është më e pastër dhe më e rregullt. Ka shumë punë për të bërë, por në përgjithësi ky lloj organizimi është parapare i cili t'i shërbejë realisht qytetarëve. Nxori një lloj konfuzioni në fillim, sepse privati kur nuk do pajtohet me këtë, është mësuar të ketë gjithçka të tij, të administrojë, të fortët janë mësuar të administrojnë vetëm ata. Po kësaj radhe nuk ka për t'i pyetur kaq shumë, jo vetëm bashkia, po dhe shtetin përgjithësi, por ajo që duhet thënë është që ka ndryshuar kryqëput qasja në këtë lloj drejtimi. Dhe vetëm Veripoja, po edhe Shkodra po përgatitet, pashi këtu ku është kjo gjykata dhe prokuroria është pastruar, janë pastruar kanalizimet, pastrohen lagjet në përgjithësi dhe po ashtu merren masa për pastrimet edhe në brigjet e lumeve aty ku janë afër, edhe që mund të ketë mundësi, edhe sigurisht duhet kapur në dorë, kështu thuhet edhe liçeni, pavarësisht punës që po bëhet. Punohet, nuk është se nuk punohet, edhe kjo është për të thënë faleminderit iniciativave edhe bashkisë në përgjithësi. Mund të bësh 1000 kritika, mund mos jetë shumë dakord as politikisht, por kur punohet mënyra e vetme për të qenë, si t'ju them tash, fair edhe korrekt politikisht, është të thuash po, është duke u bërë po. Punojnë, se shifen se punojnë. Pastaj si u punu, çfarë u arrit, çfarë impakti kishte kjo, patjetër që mund të ketë edhe vërejtje, mund të ketë edhe kritika. Po jo se nuk punohet. Edhe normalisht që ky sezon, i cili sigurisht do të jetë edhe ky i ngjeshur, i mbushur me turista, do ketë vërejtjet e veta në fund, por ama do t'i presin njerëzit me një mirëmbajtje ose po themi me një kujdes më të madh se sa vitet e tjera. Tashi, në planin ndërkombëtar sigurisht është lufta midis Izraelit dhe Iranit. Nisi nga Izraeli sigurisht për arsyeën e tyre, sepse Irani po përgatitte bombën atomike, po përgatitte 9 bomba atomike. Dhe ashtu siç thot kryeministri Izraelit Netanyahu, imagjinoni thot po t'i ketë këto bomba atomike e Iranit, se çfarë ndodh me ne, me Izraelin, që duhet ta zhdukin nga faqja e dhëut, dhe sigurisht ka njerëz që e shprehin haptas se Izraeli duhet
zhdukur nga faqja e dhëut. Por pyetja është e anasjellët, po Izraeli që ka bomba atomike, ç'mund të bëjë me Iranin edhe me shumë shtete atje? Ka testata dhe nuk i dihet numri, thonë që ka 100, po mund të ketë edhe 1000. Edhe ka aftësinë për t'i dërguar edhe në distanca të largëta. Çdo të ndodhte, edhe me Iranin edhe me shumë vende atje, sepse Izraeli ka armër bërthamore. Pra është një pyetje retorike, po që duhet i bëjnë me dije dhe të mendojnë atyre që shiko, po ta ketë Irani, po Izraeli e ka. Edhe pastaj fillon retorika, jo Amerika, jo kjo armiqësit, shmëllefet e nuk ka për të zgjidhur kur. Ajo që mund të them unë është se tash po bombardojnë njëra tjetrën. Dhe Irani nuk kujdeset më tash për të goditur objektiva, pavarësisht se retorika është ushtarak, do të jetë edhe objektiva civil. Gjuhën edhe në qendër të Izraelit, që është për shembull mbi fjala Tel Avivi që është kryeqyteti, ose Jeruzalemin, ose Haifën, atë që është porti më i madh i Izraelit. Gjuhën edhe ku ka popullsi. Gjuhën edhe sigurisht edhe bën retorik si Izraeli që i thotë largojuni reparteve ushtarake ose objekte ushtarake, aeroporte dhe vendeve ushtarake në Iran edhe bombardon. Bombardon deri në 2200-2500 kilometra larg teritorit Izraelit. Irani gjuan nuk ka aftësi që të fus avion, po gjuan me raketa balistike. Shpesh ato penetrojnë edhe normalisht me një sulm të tillë të jashtëzakonshëm 10% e raketave sikur të kalojnë do të shkaktojnë dëme të mëdha. Ata janë mësuar të jetojnë në luftë, kanë tunele dhe fshihen, por sulmi është kaq i zgjeruar dhe kaq i madh sa do të ketë viktima të veta të Izraelit. Ndërsa izraelitët sigurisht tentojnë që të vrasin general, njerëz të Mossadi aty vepron në mënyrë të jashtëzakonshme. Agjentura izraelite njihet për efikasitetin e jashtëzakonshëm. Shumë prej drejtuesve ushtarak janë vrarë, mund të jenë zëvendësuar, por në zëvendësime sipër sigurisht ushtria kapet pak e pa përgatitur. Njëkohësisht edhe shkencëtarë, njëkohësisht edhe njerëz të agjenturës dhe kundër zbulimit iranian. Raketat bëjnë punën e tyre, po ndërkohë dëmet janë të jashtëzakonshme, sidomos në aspektet e infrastrukturës ushtarake, prodhimit ushtarak, termocentraleve dhe njëkohësisht aftësisë Iranit për të prodhuar armë dhe njëkohësisht për të prodhuar armë bërthamore, për të pasuruar uraniumin edhe për të bërë të mundshëm pasjen e një bombe atomike. I gjithë qëllimi i Izraelit ky është, dhe atë qëllim në denitë e mia i do ta arrijë, se s'bën, pavarësisht kërcënimeve të Iranit edhe botës perëndimore ose amerikanëve ose i francezëve, britanikëve me radhë. Problemi qëndron që askërkush nuk është dakord me Iranin për të prodhuar armë. Nuk janë dakord as vendet përreth, vendet arabe, nuk është dakord Arabia Saudite, Katari, Kuvajti, Egjipti, Jordania, shumë vende tjera sunite që problematikën e shohin shumë te regjimi ajetollahëve, regjimi i teokracisë më të madhe në botë që është Irani. Problemi është se Perëndimi ka fajin vetë, sepse këtë teokraci dhe këtë eksportim të ajetollahëve e ka ndihmuar ai qymerzimin e Shahut Persis. Po këto janë diskurse që mund t'i bëjmë një ditë tjetër. Ajo që dihet është se ky konflikt vazhdon edhe sigurisht ky konflikt mund edhe të zgjerohet e mund të ketë pasoja të mëdha edhe në tregun e naftës edhe në përgjithësi në tregjet botërore. Tjetra ishte parada në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ditën që kishte ditëlindjen Trumpi, po që ishte 250 dhjetori i ushtrisë amerikane. Nuk është një paradë ushtarake që ngjan paradave të vendeve, po themi, jo demokratike, si Rusisë, Koresë Veriut, Bjefjala apo Iranit, është një paradë e cila më tepër do që të festojë, të ketë popullin afër, sesa të demonstrojë muskuj. Nuk mund, se shpeshherë njerëzit tanë rrethë edhe parade, pse ashtu e ecet ose asnjëherë vendet perëndimore dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ecin si rusët dhe nuk ecin si ata duan paraqesje një ushtri demokratike, një ushtri e cila sigurisht është afër njerëzve, nuk tregon muskujt, nuk do të tremb botën, do të tregojë që është ushtria e paqes pavarësisht sa luftra bën. Por në 250 vjetorin sigurisht u bën edhe protesta të mëdha,
cilat organizohen nga Partia Demokratike. Tash edhe amerikanët kanë kaluar në ngjajnë ne përsa i përket politikës. Dhe kjo është për faqe të zezë. Janë kundërvënë dy partitë kryesore dhe normalisht që kjo lloj kundërvënie do ketë edhe pasojat e tyre. Dakor, miqtë e mi, këtu jam në një midis që po punohet, sidomos mbrapa me, është i gjithë pika investuese, këtu dëgjohen makineritë që po punojnë për hyrjen e Shkodrës, për gjitha ato lishte të mëdha. Ato bëjnë punën e tyre tani, po dalin punë, unë jam herët. Ajo është i jashtëzakonshëm, janë midis tullive, por po punohet me një ngull të madh për të realizuar një nga gjërat më të bukura që mund të ketë Shkodra dhe që është hyrja e Shkodrës, ajo afër liçenit të Shkodrës, ngjitur me Begjistenin po themi ose me hotel restorant Blini. Është një mrekulli e cila sigurisht për një vit do duket më qartë se çfarë investimi madhor dhe fantastik është. Miqtë Prizmës, Sali Berisha sot prap ka shpallur patriot dhe jo patriot. Shqiptar të ndershëm, edhe siguroj kuptohet që pas ka dhe shqiptar jo të ndershëm. Njerëz të vendosur, moralisht mirë dhe jo moralisht mirë. Njerëz të shitur edhe sigurisht njerëz qëndristar që nuk shiten. Bile Sali Berisha sot ka thënë që shikon në ndiqni në për rrjete sociale sepse mi ka ndaluar televizionet Edi Rama. Imagjinoni ka qenë njëkohësisht në 7 televizione. Ora News, Syri TV, Report TV, News 24, ABC News, ABC News, dhe pastaj kanë dhënë edhe Klan News edhe Top News, edhe RTS News edhe RTS. Në të gjitha këto televizione ka qenë njëkohësisht, bile në disa televizione lokale njëkohësisht Sali Berisha, njëkohësisht. Më falni edhe A2, A1, CNN, Euronews Albania. Në të gjitha këto televizione ka qenë njëkohësisht e thot mi ka ndaluar Edi Rama. Pastaj, sigurisht që ka bërë të shitur të Partia Socialiste të gjithë komisionerët e Partisë Demokratike, ju kanë nxjerrë bojën edhe gjithë atyre deputetëve që kanë luftuar me njëri tjetrin te lista e hapur, dhe më e bukur është se atë që thash në fillim i shpall patriot këta 500 që kanë votuar 500.000 që kanë votuar Sali Berishën, dhe të gjitha ato të tjerët pastaj si Parti Socialiste 800 sa mijë, edhe këta 200 sa mijë, 100 nuk e di sa janë, të partive tjera, të gjithë këta janë jo të ndershëm, nuk janë dhe patriot, dhe janë të shitur ke Edi Rama. Tashti, me të vërtet që edhe me Pleqnin, ajo që ka qenë e keqja e një lideri të tillë, një lideri i cili sigurisht nuk ka të bëj fare me demokracinë, nuk ka të bëj fare me atë udhëzimin që t'jep demokracia për të qenë minimumi etikisht mirë me fjalën tënde. Po një lideri që i ke dhe mosha, sigurisht e gjithë kjo e keqe, e ndjeshmërisë keqe, e refuzimit një farë mënyre si të pluralizmit dhe demokracisë, i shtohet edhe marrëzia e një moshe të kaluar edhe sigurisht të neuronëve që vdesin edhe mbeten vetëm neuronet e konspiracionit edhe të keqes madhe, e cila buron pastaj edhe nga trut edhe nga zemra e keqe, sidomos nga zemra e keqe. Por çfarë ti thuash këtij momenti? Këtij momenti sigurisht do ta interpretosh si momentin dramatik të një partie, jo thjesht një lideri. Ky është moment dramatik i një partie pronë e këtij një partie pronë e një familje, pikërisht familjes së Sali Berishës, që merr përsipër t'i ndajë në të pandershëm shqiptarët dhe të ndershëm. Të ndershëm ata që sigurisht votojnë Sali Berishën, duan ta çojnë pushtet Sali Berishën, dhe të pandershëm gjithë ata që e refuzojnë atë. Dhe patriot të gjithë ata që duan të çojnë në pushtet
të mbajnë në pushtet Sali Berishën, minimumi edhe në opozit, por në pushtet, në partinë e tij. Po pati partinë është në pushtet Sali Berisha, nuk ka rëndësi shumë se ai e di që s'do vinë pushtet asnjëherë për nga numri i votave. Po mjafton të jetë kryetari i partisë dhe të ketë ai ta drejtoj partinë, në këtë rast është në pushtet. Pra, të gjitha të tjerët janë sigurisht jo patriot, janë jo njerëz të ndershëm edhe janë njerëz të shitur. Edhe sigurisht kur thot ke partia e tij ka bler maggioranza, i ka trembur maggioranza, i ka trembur Edi Rama, ka trembur e televizionit, edhe televizionet i thonë që janë të shitura, janë të blera nga Edi Rama. Atyre televizioneve, atyre gazetarëve që ju drejtohet aty, nuk ju thot kur gjë tjetër vetëm se ju jeni bler nga Edi Rama. Ky është diskursi i tij. Tash këta mund ta interpretojnë në gjithë farë mënyrash, po sigurisht nuk një vrejti kam, nuk jeni gjithë edhe një vjes që ju ka trut pas qafe, nuk jeni shku për lesh gjithë, që të besoni këto marzira. E si mund të qëndroni në karriget e tavolinat e juja, atje kur ky thot Edi Rama ka blerë çdo televizion në Shqipëri, kur disa televizione hapen e mbyllen duke sharë Edi Ramën. Jo duke e kritikuar, duke e sharë. Po dhe kujt s'po i bëhet në presion kuje, ose nuk e di, nuk kam pa që atyre televizionet për shembull t'ju fiket stacioni, nuk ju ndezet më. Ose t'i shkoj policia, t'i rraj, siç ishte, ose t'ju djegi redaksin si në kohën e Sali Berishës. Nuk ka bërë vaki kjo punë. Pra, kur i thua komisionerëve, jeni të shitur, domethënë keni shitur, domethënë janë komisionerët e Partisë Demokratike. Dhe kur i thua edhe deputetëve që kanë bërë palaçollëqe me njëri tjetrin që jeni shitur, domethënë akuzon Partinë Demokratike. Kë akuzon praktikisht. Dhe kur i thua shqiptarëve të ndershëm, domethënë ti i dike se kush janë të pandershmit. Po të ndershmet sigurisht janë ata që të kanë votuar ty. Edhe i bie që Shqipëria të ketë 1 milion e sa të pandershëm dhe vetëm 500.000 votues të ndershëm, ata që kanë votuar Sali Berishën. Edhe patriot. Dhe për më tepër patriot, janë dhe patriot këta. Se votojnë një patriot si Sali Berisha. Ai që e dini, ai që thyen te embargon për t'i dhënë naftën Serbisë. Edhe që shpallte organizatë terroriste UÇK-n. Ky personi është pak a shumë. Edhe që është edhe sot e kësaj dite. Si kjo është edhe kuintesenca dhe duke mos rënë përsëritje, më duhet të them që sigurisht është faja atyre që i shkon mbrapa. Sepse ata duan të identifikohen me Sali Berishën. Të gjithë ata që janë aty, dhe të gjithë ata që votojnë. Te ai njeriu i cili sigurisht ka 35 vjet që është në krye tyre dhe sigurisht këta besojnë se ai është e reja. Sigurisht është njeriu që 1968 është pranuar ke partia e Enver Hoxhës edhe PPSH-ja. Dhe këta mendojnë që ai njeri është e ardhmja e 2030-s. E ardhmja e niparve të tyre, mbesave të tyre, njerëzve që dalin pas 1990-s për shembull, këtu kalojnë 35 vjet, ndrohen gati 2 breze dhe janë prap pastaj me po të njëjtin të ardhmen, me po të njëjtin politikan si e ardhmja e tyre. Më kuptoni se sa gabim janë këta tash, nuk është më gabim një çmendur. Një çmendur politik. Tashmë të çmendur politik janë këta që i shkojnë mrapa, një njeriu i cili ka qenë 1968, i cili është i çmendur politik, që besonte ke diktatura e proletariatit, e besonte ke lufta e klasës, dhe ke Enver Hoxha, dhe tani beson vetëm ke vetja e vet që t'i ngjajë Enver Hoxhës. Sipas tyre tash, edhe sipas këtij njeriu, televizionet janë qitur ke Edi Rama, pse ky është kështu. Dhe këta besojnë se këta janë patriot, me që besojnë ke Sali Berisha, ai komunisti i 22 vjeçar, i vitit 1968. Në këtë moment pyetja shtrohet kështu. Ora, këtu nuk është problem patriotësh të ndershmish. Këtu është një problem tjetër. Problem njerëzish normal edhe jo normal. Këtë të shi unë dita përcaktoj. Shumë qartë. Dhe e them këtu edhe në mënyrë të përkohur. Këta nuk janë njerëz normal. Këta besojnë te ai njeriu 22 vjeç,
1968-ës, në mos gaboj llogaritun, i cili besonte ke Stalini, ke Enveri, besonte ke lufta e klasës, besonte ke revolucioni kultural proletar kines, besonte ke e drejta, via e drejta e partisë, besonte ke diktatura e proletariatit. Tashti, këta duhet t'japin dhe leksione dhe t'na ndajnë ne të ndershëm dhe të pandershëm, këta tipa që besojnë të ky njeriu, ky njeriu i vitit 1997 që zgjidhesh president kur digje Shqipëria. Ky njeriu që jepte urdhër për të rrethuar kryeministrinë, për ta bombarduar atë dhe televizionin dhe kuvendin e Shqipërisë. Ky njeriu që thyente embargon, njeriu që shpallte UÇK-n, njeriu që arrestonte njerëzit e UÇK-s, që ka vrarë njerëzit e UÇK-s, i ka zhdukur. Njeriu që ka vrarë në Gërdecë dhe njeriu që ka vrarë në 21 janar. Këta duhen të na prezantojnë si njeriu e ndershëm, patriot dhe njeriu që nuk shitet dhe nuk blihet. Jo, këto nuk janë normal. Edhe sigurisht gjithë kjo histori ndahet në njerëz normal dhe jo normal. Edhe sigurisht nuk janë normal ato që besojnë edhe bisedojnë edhe votojnë dhe i shkojnë brapa një njeriu komunist që 1968. Antar të Partisë Punës Shqipërisë. Ja, këto nuk janë njerëz normal. Çfarëdo qofshin, intelektual, jo intelektual, fshatar, folklorik, qytetar, nuk e di se çfarë mund të jenë. Këta nuk janë njerëz normal. Dakord miqtë e mi?